Sjelljet jo profesionale të stafit shëndetësor, mungesa e stafit të mjaftueshëm në vendin e punës dhe pritet e gjata për termine në klinikën e ortopedis, kirurgji dhe ambulanca specialistike janë disa nga shqetësimet që qytetarët i kanë adresuar në Ministrinë e Shëndetësisë gjatë vitit 2024. Sipas raportit të kësaj ministrie, 164 qytetarë kanë paraqitur ankesa për shërbime shëndetësore përmes linjës telefonike, e-mailit dhe formave fizike. Raporti tregon se nga ky numër ankesash vetëm 45 prej tyre morën përgjigje, ndërsa u shqiptua vetëm një vërejtje verbale dhe një gjop. Sipas raportit, nuk ka pasur asnjë ankesë të pranuar për Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, megjithatë natyra e ankesave përfshin pritjet e gjata në disa klinika. Tregon se qytetarët e kanë humbur besimin në ankesë. E dyta tregon se shteti i Kosovës nuk e ka fokusin në cilësitë e shërbimeve. Numri i pakënaqësive të pacientëve është shumë i madh se ne këtë vrejmë edhe në bazë të ankesave që vijnë te ne dhe në bazë të ulëmtimeve të vazhdueshme. Por qytetarët e kanë humbur besimin se përmes ankesës mund të zgjidhin problemet që kanë. Thelbi pse bëjmë pak ankesa nga këndvështrimi im është për shkak të mos adresimit të ankesave, sepse nëse e shën që qëndrojnë në raport ankesat e adresuara dhe të pa adresuara, është dikun 72% të ankesave nuk janë adresuar fare dhe vetëm 27.4 ose rreth 28% janë adresuar. Fakti që Ministria e Shëndetësisë brenda një vitit kalendarik edhe këto kaq pak ankesa ishin dikun, nëse nuk gabohem 168, nuk arrin të adresoj, kjo i bën qytetarët që të mos presin. Meqense se 52% e ankesave të pranuara nga Ministria e Shëndetësisë kanë të bëjnë me sjellje jo profesionale të stafit shëndetësor, në Odën e mjekëve thonë se janë dorëzuar më pak se 10 ankesa nga pacientët. Ne sa kem kuptuar, shumica e vrejtjeve janë jo në kualitetin e shërbimeve, se sa më shumë në rregullsinë, në pritjen e dhënies së shërbimeve. Qytetarët kanë adresuar ankesa për shërbimet shëndetësore edhe tek avokati i popullit. Sipas një përgjigje për Kosova Press, ky institucion ka pranuar gjatë vitit 2024 gjithsej 19 ankesa në lidhje me cenimin e të drejtës shëndetësore. Përndryshe, në çdo ankesë adresuar ndaj institucioneve shëndetësore publike, është i përfshirë edhe inspektoriati shëndetësor, ndërsa rreth ankesave të adresuara për institucionet private shëndetësore adresohen direkt tek inspektoriati shëndetësor.